Po sikur në fund të kësaj historie të triumfoj çizmja e Ramës dhe e Berishës. Po sikur koha nesër të thotë që kisha unë të drejtë, që aty janë duart, gishtat, këmbët dhe çizmet e Ramës dhe Berishës, dhe në fund fare çfarë do të mbetet nga ai shesh do të jetë çizmja e Ramës dhe Berishës mbi gjithë Shqipërinë, mbi gjithë kokat tona, dhe po sikur të jetë e vërtet që ndoshta pikërisht fakti që unë nuk vendosa të jem aty ku çizmi e Ramës dhe Berishës do shkelin çdo shqiptar, ka qenë akti më dinjitoz dhe më revolucionar i kohës. Po sikur sot mund mos ju pëlqej, mund mos jeni dakord, okay? Nuk prish punë. Atëherë le të bijem prap dakord për diçka. Nëse mundemi. Ju që s'jeni dakord me mua, mos jeni dakord. Ju lutem, mos u bëni dakord me mua. Ju lutem, shkoni dhe vërtetoni besimin tuaj aty në shesh. Nuk e vërtetoni dot besimin tuaj duke më sharë mua. Besimin tuaj mund ta vërtetoni vetëm në shesh. Se keni ngatruar shumë portat, keni ngatruar totalisht çdo gjë, e keni nakatosur, thonë edhe nga Vlora, kaq keq punë, sa që duket sikur doni të vërtetoni besimin tuaj duke më sharë mua. Po vërtetoheni more në shesh, jo duke më sharë mua. A besoni se po fitoni dhe do fitoni, vërtetojeni në shesh, jo këtu. Vërtetojeni atje. Unë as ju ndihmoj, as ju pengoj. Vërtetojeni atje. Dhe Zoti ju bekof po fituat. Siç ju kam thënë që ditën e parë, unë nuk kam trokitur kurrë, as në derën e Ramës, as në derën e Berishës, as në derën e ku di unë kush ka qenë pushtetar, lokala, qendror, nuk kam trokitur kurrë në derën e askujt. Dhe nuk do të trokas as në dyert e fitimtarëve të revolucionit, mos keni merak. Pra mos keni merak se unë nuk do vit ju trokas, amani ore, më gjeni një copës dhe mua, isha këshu më njanë, po ja, tani ju fituat, po vi nuk, s'do ju trokas në derë. Mos keni merak, se kuptoj se ju me duket sikur doni të sqaroni një çështje që unë e kam sqaruar vetë. Por nuk I kam trokitur asnjë pushtetari ndonjëherë në derë në 36 vite dhe s'do ju trokas dhe juve. Fitofshi. Dash Zoti, fitoni, fitofshi, nuk do ju trokas kurrë në derë. Madje, jo vetëm që nuk do ju trokas kurrë në derë, po unë jam I përgatitur pra. Për çfarë jam I përgatitur unë? Siç më kanë kërcënuar socialistët para se të vinin pushtet në 97-ën, ashtu më kërcënuan dhe demokratët në 2005-ën, ashtu më kërcënuan dhe demokratët dhe LSI-stët në 2009-ën, ashtu më kërcënuan përsëri socialistët në 2013-ën. Pra edhe kur të fitoni ju flamingot, unë do mirëpres çdo luftë dhe sulm tuajin. Mirë se të vini, pra kur të fitoni mirëpres që të më vrisni, të më shkatroni, të më numëroni ditët, ku di unë, çfarë mi keni thënë të gjitha, I mirëpres, pra nuk do ju trokas në derë kam fjalën, madje ju jap leje, si thot Endri dhe Stefi, të më shkatërroni fare ore. Ju jap leje, keni leje prej meje, që kur të fitoj revolucioni juaj, keni leje, ore më shkatërroni fare. Dakord?
keni leje prej meje. Po ju lutem, fitoni të paktën. Shkoni dhe fitoni në shesh. Nuk fitoni dot duke më sharë mua. Se më ka bërë përshtypje për shembull. Më kujtohen ata PD-istët e ndërzyer që kur donin të bënin ato protestat Ramaik në 2024-ën, vinin dhe më mallkonin mua dhe unë thëre mos bëni miting ke faqet e mia. Shkoni remundin i Ramën shesh, mirë po ata më shumë bënin miting duke më sharë, duke më mallkuar mua me prag shtëpie, se sa në shesh. Dhe ndonjëherë më duket sikur mitingjet më të mëdha, madje protestat më të mëdha që ka njohur Shqipëria, që ka njohur Shqipëria, më duket sikur janë bërë në faqet e mia, valla. Po shkoni më rrëzoheni atje. Shkoni, rrëzoheni atje. Shkoni, rrëzoheni atje. Shkoni, bëheni atje mitingun, protestën, revoltën, kryengritjen apo revolucionin tuaj. Shkoni atje. Atje, të gjithë ju që besoni. Të gjithë ju që besoni tek revolucioni, se për mua është mashtrimi më i madh. Unë kam thënë, nuk ndryshoj mendim. Për mua, ky është një mashtrim spektakolar që shqiptarët do ta kuptojnë mbas pak javësh. Është mashtrimi më spektakolar dhe është marifeti më inteligjent që ka përdorur Rama dhe Berisha për mbijetesë.